Shkruan Muslim Urrizi, bela e madhe me Partinë Demokratike. Kur nuk merr vota dhe humbet zgjedhjet, të heq neni i lulit. Kur je i votuar në popull dhe merr vota, të heq neni i mulit. Tani ndodhi siç e kisha paralajmëruar unë para pak ditësh, që kandidatët rival përballë atyre që ishin piketuar për tu zgjedhur, dolën vullnetar, kloun politik që ofrohen për të përdorur vetëm që t'i bëjnë qefin komandantit. Dyshoj shumë se një pjesë e garuesve formal mund të mos e kenë votuar as emrin e tyre. E vetmja gar, por edhe ajo e qëllimshme për të hequr si nënkryetar Lucianon ishte ajo midis Luciano Boçit dhe Belind Kolliçit për një nga 3 nënkryetarët e Partisë Demokratike. Them nga 3 nënkryetarët se për Gazin dhe Gjekmarkajn që i ka emëruar Berisha si me nder nënkryetar që është në 2023 pa u votuar dhe vazhdon të quajë nënkryetar pa u votuar, as ma ndjene as i kushdo që ka sadopak dinjitet e respekt për veten nisur nga ajo që thot statuti i Partisë Demokratike. I ka qejf Berisha apo i mban nga halli ose e kanë detyruar ata që mund t'i duan le t'i mbaj Berisha edhe në prehër po deshi, se mbase do kënaqen më shumë se sa me postet që mbajnë prej 3 vitesh. Njëri kryetar grupi dhe tjetri nënkryetari i kuvendit. Pas largimit të Luciano Boçit, tani nga rithemelimi ka ngelur vetëm Berisha dhe Muli. Të gjithë të tjerët u larguan dhe u zëvendësuan me ata që ishin me Bashën, që përjashtuan Berishën, që than, po erdhi Berisha do ikim nga politika, që ishin pro Amerikës të thekur dhe që rahan më 8 janar 2022 demokratët në selinë e Partisë Demokratike. Tani u përfundua me sukses misioni i shndërrimit të rithemelimit në rikthim të dorës së tretë të PD-s së Bashës në dorën e parë të PD-s së rithemeluar. Ajo që kërkojnë ta shesin si ri për të ritje nuk është asgjë më shumë se sa ri për typje e asaj çfarë kanë thënë për njëri tjetrin nga shtatori 2021 deri në dhjetor 2023. Tani të presim shtatorin për të nisur revolucionin, por jo të flamingove, por të flamengove. Në 11 maj 2025, PD kishte 160 kandidat në listën e hapur në të gjithë Shqipërinë, dhe secili mori vota nga qytetarët sipas vlerësimit të qytetarëve, jo preferencës së kryetarit. Dhe kur PD nuk vlerëson ata që i vlerësuan qytetarët me vot, por kërkon të promovojë ata që janë votuar më pak vetëm se kërkojnë t'i kenë si ushtar 3-4 dallgauke servil të pështirë që i lëpien Berishës dhe kanë kapur prej fyti PD-n. Atëherë çdo hipokrizi e demagogji se kemi bërë për të ritje apo kemi ekipin më të mirë që kemi pasur ndonjëherë, më kujton sloganet komuniste se jemi shkëmb graniti. Berisha i gjeneratës A bën mirë që mburret se ka bërë ekip me gjeneratën Z, por problemi qëndron se Berishës ja kanë rekomanduar gjeneratën Z, gjenerata K, B dhe Q që e rrethon, se me bindje e them që më shumë se gjysmën e të zgjedhurve as i nje e as e di se çfarë janë. Gjithsesi koha do të tregojë se sa vlerë politike do të kenë te qytetarët ekipi i ri për të ritjes me plot individ anonim politik dhe pothuajse kontribut zero në PD. Deri në zgjedhje është stërvitje, ndeshja është e vota. Të tjerat janë dëngla që nuk i ha askush më pas 16 vitesh në opozit.